Rama ka dërguar një mesazh në grupin e komunikimit të deputetëve, ku ka shprehur pakënaqësi ndaj kërkesës së Gjylamedit për rinumërim të votave, pasi humbi mandatin e saj përballë Olta Xhashkës, teksa kjo e fundit përmbysi rezultatin pas numërimit të votave të diasporës. Në një mesazh të qartë, Rama i ka kujtuar kandidatëve të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit se gara mund të përfundojë me humbje, por dinjiteti nuk duhet të jetë pjesë e kësaj humbje. Mesazhi i Ramës ka marrë njoftim me trishtim për disa iniciativa individuale për të kërkuar filmime, rinumërim me ku diun se çfarë për votën preferenciale. Natyrisht që s'mund të ndaloj askënd të veprojë në kokën e vet, por duke qenë se këtu në këtë dritare jemi ende një skuadër dhe unë dua që kështu të mbetemi, do të këshilloja që të mos i hyet asaj rruge. Sepse së pari, humbja e një gare s'mund të bëhet shkak për të humbur dhe fytyrën, kur në fakt nuk ka asnjë shans, zero, që me të gjithë ata sy mbi ekrane, të ketë devijime votën e përmasa që do të mbushin e hendekun e kujt do qoftë me ata që kanë dalë fitues, jo me 10-20, por me shumë më tepër vota diferencë nga pasuesit në klasifikim. Së dyti, kjo do të thotë të hidhet hije dyshimi mbi njerëzit tanë që kanë qëndruar pafundësisht në për tryeza numërimi e që nuk e meritojnë kurkund një hije të tillë dyshimi për kontributin e tyre të madh. E së fundmi, përfytyrojeni vetes se sa keq do të ndihet kushdo që do të hyjë kësaj rruge, duke ushqyer qenerin mediatike, kur në fund mali i mbashur mund të mos pjell asnjë mi.